sipas asaj që ka dëgjuar Mughire ibn Ebu Kure as-Sedusi, Enes ibn Maliku Rofen, dikush e pyeti të dërguarin Allahut, o i dërguari Allahut, a ta lidh deven dhe ti mbështetem Allahut, apo ti mbështetem Allahut pa e lidhur deven? I dërguari Allahut tha, më parë lidhe, pastaj mbështetju Allahut. Mbështetja tek Zoti është prej shenjave që tregojnë pjekurinë e besimit dhe të muslimanllëkut. Për këtë gjë ludohet në Kur'anin famëlar, kur përmendet fjala e Musait alayhis salam, o popull im, nëse vërtet i besoni Allahut, mbështetuni vetëm atij. Nëse jeni musliman, mbështetja tek Allahu është fenomen i besimit, që del në bazë si rezultati i konceptimit të Allahut si krijues i gjithçkaje, i pavdekshëm dhe gjithmonë i gjallë, i mëshirshëm dhe që u ndihmon në robëve të tij. I dërguari Allahut tërheq vërejtjen për këtë konceptim në këshillat e drejtuara Ibn Abbasit, biri im, do të mësoj disa fjalë. Ruaje të drejtën e Allahut që edhe Allahu të ruaj ty. Kujdesu për të drejtën e Allahut që gjithnjë ta kesh atë me vete. Kur të kërkosh diçka, kërkoje prej Allahut. Kur kërkon ndihmë, kërkoj ndihmë vetëm Allahut. Duhet ta dish se sikur e tërë bota të bëhet bashkë për të ndihmuar ty, mund të ndihmoj vetëm nëse e ka shkruar Allahu. Dhe sërish, sikur e tërë bota të bëhet bashkë që të dëmtojnë, mund të dëmtojnë vetëm nëse e ka shkruar Allahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalus salatu wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fillimisht falenderimet i takojnë Allahu Dhu Xhelal, atë e falenderojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetjet tona ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot para jush paraqitemi me një temë ku do të flasim rreth mbështetjes së robit Allahut tek Allahu Dhul Xhelal. Mbështetja tek Allahu Dhul Xhelal është një prej adhurimeve që bëhet me zemër. Në qoftë se ky adhurim nuk bëhet me zemër dhe me bindje, atëherë nuk është në nivelin e mbështetjes tek Allahu Dhul Xhelal. Sot në botë kemi dy lloj mbështetjesh. Mbështetje e realt dhe mbështetje e keq kuptuar. Mbështetje e realt është, për shembull, një student i cili ka mësuar, është përgatitur në provimet e tij dhe pasi që është përgatitur, e mbështet dijen e tij në Allahun Dhul Xhelal dhe pret që rezultati t'i vjen prej anës Allahu Dhul Xhelal. Kurse mbështetje jo e realt ose e keq kuptuar nga disa njerëz që për fat të keq janë edhe me numër më të madh, është për shembull, po marr shembull përsëri një student i cili nuk punon, nuk përgatitet dhe thotë se jam mbështetur tek Allahu Dhul Xhelal. Tek Allahu Dhul Xhelal mbështeten vetëm ata të cilët veprojnë, punojnë dhe bëjnë vepra që Allahu Dhul Xhelal më vonë t'ua jep edhe rezultatin e tyre. Dietarët Islam për mbështetjen thonë mënyra më e mirë që besimtari të jetë i mbështetur tek Allahu Dhul Xhelal është dorëzim ndaj vullnetit Allahu Dhul Xhelal. Sikurse ato e krahasojnë sikurse një i vdekur i cili është i dorëzuar në duart e atij i cili ka ta pastroje kufomën ose xhenazën e atij. Pra dorëzim i plot tek vullneti i Allahu Dhul Xhelal. Edhe dietarët Islam tjerë thonë se një njeri i cili vdes duke pas dert ose duke menduar se njerëzit që do t'i lënë pas do të varfnohen ose do të kenë vështirësi gjatë jetës të tyre, ai njeri sipas dietarëve
thonë se ai nuk ka qenë fare i mbështetur në Allahun Dhul Xhelal. Lusim Allahun Dhul Xhelal që t'jemi prej atinëve që mbështetjen ta kuptojmë. Ti punojmë punët tona, ti punojmë, veprojmë ashtu si duhet dhe në fund veprën tonë, punën tonë, t'ja mbështesim Allahun Dhul Xhelal e ai në fund na jep rezultatin të cilën ne duhet ta presim dhe e presim me shumë sukses. Mbështetja tek Allahu do të thotë t'ja lësh çështjen në dorë Allahut, pasi të kesh marrë të gjitha masat e duhura. Do të thotë të kesh besim tek Allahu dhe t'ja lësh atij në dorë atë që mbetet, pasi të kesh përmbushur të gjitha shkaqet materiale e shpirtërore, edhe të kesh marrë të gjitha masat, derisa të mos ketë mbetur asgjë tjetër për të bërë. Kështu nga transmetimi i Enes ibn Malikut, dikush e pyeti të dërguarin e Allahut: "O i dërguari i Allahut, ata lidh deven dhe t'i mbështetëm Allahut, apo t'i mbështetëm Allahut pa i lidhur deven?" I dërguari i Allahut tha: "Më parë lidhe, pastaj mbështetju Allahut." Faktin që ka theksuar se mbështetja bëhet pasi të kesh vepruar me mend, tregon se mbështetja nuk është një gjendje të kundërt me shfrytëzimin e shkaqeve, por përkundrazi, do të thotë që edhe të punosh, edhe të mbështetesh te Krijuesi. Gjithashtu duhet ditur mirë se mbështetja e vërtet nuk është diçka e kundërt me përpjekjen për të arritur shkaqet që ka përcaktuar Allahu i Madhruar. Kjo është domosdoshmëria e ligjit të Allahut në gjithësi dhe një nga çështjet themelore të realizimit të ngjarjeve të kësaj bote, sepse Allahu fuqiplot, ashtu siç ka urdhëruar për t'ju mbështetur atij, po ashtu ka urdhëruar edhe përpjekjen për të realizuar shkaqet. Për këtë mjafton të shohim këtë ajet kuranor: "O besimtar, bëni syçel kundër armikut dhe luftojeni atë, qoftë grupe, qoftë të gjithë së bashku." Ka shumë hadithe që flasin për mbështetjen ndaj Zotit. Unë do t'i përmendi disa që besoj që do t'jenë në dobi të gjithë ne, s'parjerë tek unë dhe edhe të tjerët. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: "Sikur do të ishit me të vërtetë të mbështetur tek Allahu Dhul Xhelal sinqerisht, atëherë pejgamberi në këtë hadith ka marrë një shembull, thotë do të ishti sikur shembulli i zogjve, dalin prej foles vet me barkun bosh, kurse në mbrëmje kthehen me barkun plot." Do të thotë se pejgamberi alayhis salam thotë se të mbështeturit në Allahun Dhul Xhelal është vepër që duhet çdo besimtar të gjindet në atë vepër. Pra sikur ai zogu i cili del prej shtëpisë vet i urritur, mirë po në mbrëmje vjen, nga se ai e ka bo veprën e vet, ka vepru dhe ka ardhur në folen e vet përsëri me barkun plot. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur dilte pejgamberi alaihi wasallam prej shtëpisë së vet, thoshte: "Po dal me emrin e Zotit, po mbështetëm tek Allahu Dhul Xhelal", dhe thot: "Nuk ka forcë që më ndalon që të bëj punë të mira, po as nuk ka forcë që më ndalon të veproj vepra të këqija përveç se Allahu Dhul Xhelal." Do thot edhe të mirën, edhe të keqen e mbështetit tek Allahu Dhul Xhelal. Po ashtu për jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai gjithmonë, çdo hap, çdo fjalë e tij, çdo lëvizje e tij ka qenë mësim dhe është mësim dhe do të jetë mësim për të gjithë gjeneratët deri në ditën e gjykimit. Ai thot, çdo natë pejgamberi alayhis salam para se të shtriheshte të pushon, të bëj gjumë, shtriheshën në krahun e djathtë dhe thoshte: "O Allah, me lejen tënde, me emrin tënd po shtrihem. Në qoftë se ma merr shpirtin gjatë gjumit, më shiroje shpirtin tëm. Në qoftë se ma rikthen shpirtin, bekoje dhe bane rruje ose ndihmoje prej sikurse i rrun shpirtat e pronarëve ose besimtarëve të mirë." Andaj unë sot do të përmendi
një ngjarje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që besoj do të jetë e kapshme për të gjithë ne. Në një prej luftëve që pat luftuar pejgamberi alayhis salam me sahabët, me shokët e vet, ishte se prej lodhjes së luftës vendosën me një vend në disa hije të pemëve, vendosën që të pushonin. Dhe u ulën dhe pushon dhe i kishte zër gjumi edhe pejgamberin alayhis salam edhe shokët e vet. Dhe në ndërkohë një pabesimtar, pasi që pejgamberi alayhis salam dhe sahabët i kishin varur shpatët e tinve në pemë, një mosbesimtar erdhe dhe ja mur shpatën pejgamberit alayhis salam dhe e zgjoi pejgamberin, po u zgjun edhe sahabët, edhe i tha me këtë fjalë: "O Muhammed, kush do të shpëton tash prej meje?" Pejgamberi alayhis salam pa hamendje, pa u friksu, tha: "Mua më shpëton Allahu dhul xhelal." Në këto momente mosbesimtarit ose pabesimtarit i ra shpata prej dorës. Edhe pejgamberi alayhis salam e mur shpatën edhe ju afroi, i tha: "Tash ti kush do të shpëton prej shpatës time ose prej meje?" Ai pabesimtari tha: "O Muhammed, mos u hakmerte unë, nga se unë gabova." E pejgamberi alayhis salam i tha: "A dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut?" Ai tha: "Jo." Tha: "Atëherë spaku mos u bën prej kundërshtarëve të mi." Edhe ai premtoi se nuk do të bëhet prej kundërshtarëve të pejgamberit alayhis salam, dhe kështu që pejgamberi alayhis salam e liroi të shkon. Do thot pejgamberi alayhis salam në këtë ngjarje na tregon shumë qartë se ai në çdo kohë ka qenë i mbështetur tek Allahu dhul xhelal dhe nuk ka pas frikë prej askand, duke e ditë se Allahu dhul xhelal do ta mbron në çdo situatë të vështirë. Përgjigjja e Omerit radiallahu anhu, i cili ndeshit disa njerëz që shpesonin se do të arrinin diçka me mbështetje të thatë pa përpjekje, nxjerr në pas se ç'është mbështetja dhe si duhet të jetë bot kuptimi për të. Një ditë Hazreti Omeri takoi disa njerëz nga Jemeni që shëtisnin kot. I pyeti: "Kush jeni ju?" Ata i thanë: "Ne jemi prej të mbështeturve, mutevekilun." Omeri radiallahu anhu i përgjigj: "Përkundrazi, ju jeni parazit, mutekilun. Të mbështeturit e vërtet janë ata që e hedhin mbjellin fare në tokë dhe pastaj i mbështeten Allahut." Edhe në Kuranin famëlar, rruga që duhet ndjekur për t'i mbështetur Allahut është treguar kështu: "Në sajtë të mëshirës së Allahut, u solle butësisht me ta o Muhammed, sikur të ishe i ashpër dhe i vrasht, ata do të largoheshin prej teje. Prandaj falua gabimin, kërkoj falje Allahut për ata dhe këshillohu me ata për çështje të ndryshme. Kur të vendosesh për diçka, mbështetu tek Allahu, vërtet Allahu i do ata që mbështeten tek ai." Besimtarët e dinë se atyre mund t'ju bie në kokë vetëm ato që Allahu ka përcaktuar për ta, ndaj kanë besim tek ai dhe mbështeten atij. Prandaj mes mbështetjes tek Allahu dhe nënshtrimit ka një lidhje të ngushtë. Por nuk është mbështetje që njeriu të thotë se është nënshtruar dhe pajtuar me kaderin pa bërë atë që i takon, sepse besimi në kader nuk përban kurfar pengese për punën që duhet bërë. Qëndrimi që duhet të mbaj besimtari është nënshtrimi tek Allahu, pasi të ketë bërë atë që i takon, ta pranoj Zotin si mbështetës, të ndjej siguri të pafund tek ai dhe t'i mbështetet pa u shqetësuar për përfundimin e punave të bëra. Reflektimi në nështrimin ndaj vullnetit të tij është siguria që ndjen tek ai dhe shpresa e pashtershme që jep kjo siguri, sepse në një ajet të Kuranit, Allahu i madhruar ka porositur: "Nëse ata largohen nga vërteta, thuaj: më mjafton Allahu, s'ka zot tjetër përveç tij. Unë mbështetem tek ai, që është Zoti i Fronit të Madh, Allahu i Madhërisëm." Duke bërë fjalë për dy grupe muslimanësh që ishin drejt shpërbërjes në betejën e Uhudit, vënë në dukje se mbështetësi dhe mbrojtësi i tyre është Allahu dhe se besimtarët duhet i mbështeten vetëm Allahut. Gjithashtu Allah i madhruar, duke i kërkuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që përballë vështirësive që rën mbi kokë ti mbështetet Allahut, të pavdekshmit gjithnjë të gjallit, edhe besimtarët ju urdhëron që të mos i mbështeten askujt tjetër veç Allahut dhe në punët e tyre
mbështetës të kenë vetëm Allahun fuqiplot. Siç thuhet në ajetin kuranor, Allahu i mjafton kujdo që mbështetet tek ai. Besimtari i cili mbështetet vetëm Allahut, beson se ai mjafton atij. Edhe në Kuranin famullar, mbështetja vetëm tek Allahu fuqiplot është përmendur si një nga tiparet themelore të besimtarëve. Mbështetja forcohet dhe arrihet me elemente si besnikëria e plotë ndaj Zotit, me vendosmëri dhe qëndrueshmëri. Prandaj feja jonë islame, duke pranuar mbështetjen që nuk kupton sigurinë vetëm tek Allahu e jo në njerëz apo ndërmjetës të ndryshëm, pasi të jenë marrë masat urdhëron. Besimtarë të vërtet janë vetëm ata, zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu fërgëllojnë dhe kur u lexohen shpalljet e tij, u forcohet besimi dhe vetëm te Zoti i tyre mbështeten. Besimtari që ka kudo cilësi, me këtë lloj mbështetje, arrin lumturinë të dyja botëve. Edhe fjalët e dërguarit të Allahut se, nëse do t'i mbështeteshit Allahu siç duhet, do të furnizoheshit ashtu si zogj që dalin të rritur në mëngjes dhe në mbrëmje kthehen të ngopur. Vënë dukje se mbështetja për të arritur qëllimet dhe që vjen pasi të bësh gjëra që duhet bërë me nënshtrim të plot ndaj Allahut, si vetmi zotrues i forcës dhe fuqisë. Shembujt në mbështetjen e Zotit, unë kam përcaktuar ose kam zgjedhur disa prej shembujve ose disa prej ngjarjeve që kanë ndodhur në historinë islame. Ngjarja e parë që dua ta ndaj bashkërisht me juve është në kohën e Abdullah ibn Mesudit, një sahabi i pejgamberit a.s., të cilit i kishte ardhur fundi i jetës, domethënë në prag të vdekjes. Uthman ibn Affani ose Uthmani radiallahu anhu një ditë shkon ta viziton, të shef se si i ka halët ky sahabi i cili ka qenë gjithmonë në çdo kohë, në çdo vend duke transmetuar hadithet e pejgamberit a.s. Dhe kur shkoi ta viziton, e pa disi të mërzitur. Edhe Uthmani radiallahu anhu tha, o Abdullah, mosri i mërzitur, nga se në atë kohë Uthmani radiallahu anhu ishte khalife i muslimanëve. Tha, mosri i mërzitur, nga se Abdullah ibn Mesudi kishte dy vajza. Tha, mosri i mërzitur se pas vdekjes tënde unë jam i përgatitur dhe kam caktuar disa para që do t'ua jap vajzave tua, që mos të mbesin pa para dhe mos t'jenë në dertët e kësaj bote. Abdullah ibn Mesudi ja ktheu kështu, i tha, o halifi muslimanëve, vallahi nuk po mërzitem për këtë, nga se unë bijave të mia u a kam mësu një gjë, u kam thonë se në Kur'an është një sure, në qoftë se e lexoni atë sure, kur njëherë, as njëherë nuk do t'ju kap fukarallëku ose varfnia. Thot, e kam dëgju pejgamberin a.s. duke thonë, është një sure me emrin Suratul Waqi'a, që çdo besimtar, në qoftë se e lexon çdo natë para se të bjen me fletë, thot Allahu dhu xhelal për gjithmonë do t'ja largon varfnin. Pra, Abdullah ibn Mesudi nuk është mërzit pse i lën fëmijët e vet pas vdekjes, nga se ka qenë i mbështetur tek Allahu dhu xhelal dhe tek surja Waqi'a, që bijt e tij kanë me lexu dhe ata nuk do të kenë asnjëherë problem me varfnin. Kjo është ngjarja e parë. Ngjarja e dytë që dua para jush ta cek është në kohën e Ibrahimit a.s., një pejgamber i cili më shumti është sprovuar prej anës Allahut dhu xhelal, andaj edhe Allahu dhu xhelal e ka quajt dosti i Allahut Khalilullah, që ka qenë Ibrahimi a.s. Në kohën e Ibrahimit a.s., populli i tij ka besuar besimin në shumë zota, ose besimin në puta, zota të cilët i kanë ndërtuar këto, disa prej drunit, disa prej guri, e një ndër ato
njerëzit që kanë ndërtu puta ose zotënët e tive ka qenë edhe baba Ibrahimit a.s. që e ka pas shumë të vështirë Ibrahimi a.s. Një ditë populli i Ibrahimit a.s. derisa ishte jashtë qytetit për një fest, Ibrahimi a.s. vendosi që të shkon në foltorën e këtinve dhe t'i dëmton, ose t'i rrëzon zotat e këtinve, pasi që erdhën prej festës dhe kur e pan u habitën me punën cilën kushdo që e ka bërë dhe konstatun që këtë punë e kishte bërë Ibrahimi a.s. Dhe populli Ibrahimit a.s. vendosin një gjë, që dënimi që duhet i jepet atij që e ka bërë, është dënimi me djegje në zarr. Dhe kështu që thuhet sipas transmetimeve se diku një javë kanë tubu dru për me gjek trupin e Ibrahimit a.s. E në momentet që u urdhnu që djegët Ibrahimi a.s. Allahu Dhul Xhelal e çoi Xhibrilin dhe i tha, shko vete si e ka hallin Ibrahimi a.s. Xhibrili a.s. erdhe dhe i tha, o Ibrahim, a të duhem diçka unë? Ibrahimi a.s. i tha, ti nuk më duhesh, po Allahu po. Ose a ke nevoj prej meje? Ibrahimi a.s. tha, prej teje nuk kam nevoj, po për Allahun kam nevoj. Atëherë Allahu Dhul Xhelal e urdhnoi zjarmin, si që përmendën në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ja naru kuni berdan wa salaman ala Ibrahim. O zjarm, bëhu i ftohët dhe shpëtimtar për Ibrahimin a.s. Dhe thotë se pasi që shpëtoj, Ibrahimi a.s. pasi dul pas një jave, më thonë nuk ish as djegja, Allahu Dhul Xhelal e shpëtoj prej gjithë atij zjarmit madh, e para se të ndron jetë Ibrahimi a.s. e pyetën, cilat janë momentet e tua më të mira të jetës tënde? Ibrahimi a.s. tha, momentet më të mira të jetës time janë momentet kur kam qenë brenda në zjarm. Kështu që Allahu Dhul Xhelal, robin e vet, ai i cili i mbështetet Allahu Dhul Xhelal, Allahu Dhul Xhelal në momentet edhe të para, edhe në momentet e fundit, pra e shpëton prej çdo fatkeqësie që mundet t'i ndodhë. Edhe ngjarja e tretë është një ngjarje shumë me rëndësi në kohën e halifës muslimanëve, Mu'tasim. Kjo ngjarje na tregon edhe shumë qartë nëse Allahu Dhul Xhelal vendos për dikant diçka, nuk ka forcë që dikush mundet me ndryshu caktimin e Allahu Dhul Xhelal. Në kohën e këtij halifës Mu'tasim, një njeri e kishte burgosur halifja, mirë po dënimin nuk ja kishte caktuar. Dhe njëri prej këshilltarëve po thotë, e kemi një njeri në burg, rrin një kohë të gatë, mirë po nuk e din edhe ai sa vjet i ka burg, edhe për çka është akuzuar. Atëherë halifja e mur një copë letër dhe e shkrujti, të kryqëzohet. Edhe e mbylli letrën, ja dha njënit për këshilltarë. Ki ja dha rojës, edhe roja kur shkoj të burgi, ta shohe për këtë personin se çfarë vendimi ka marrë halifja, kur e pa, shkruan të lirohet. Edhe e lirun. Erdhe rojtari të këshilltari, edhe po e pyet, a sasët punë, tha po, çka banët? Thot e lirun. Edhe halifja u tërbu keq, tha çish e keni liru, unë kam shkruajt të kryqëzohet. Ju e keni liru. Ai i betohet që letrën kur e kemi qel, ka shkruajt të lirohet. Përsëri, halifja e shkruan të kryqëzohet. Përsëri e dërgojnë, kur e qel roja, përsëri shkruan të lirohet. Edhe për tretë herë, halifja e mur një letër edhe shkruajti për Zotin të kryqëzohet. Edhe pasi e dërgojnë, kur e shef roja e ki shkruajt për Zotin të lirohet. Edhe kur i tregun halifës, unë dalë dhe pushoj pak dhe tha, po lirojne, kush mundet me ndalu në qoftë se Allahu Dhul Xhelal don me liru dikan robin e vet, a ka forcë që mundet me ndaluat? Do thot,
Për kësaj ngjarje kuptojmë se çdo send është në dorë të Zotit. Andaj ne çdo send duhet njëherë ta kryjmë punën tonë, pastaj t'ja mbështesim Allahu Dhul Xhelal dhe fuqisë Allahu Dhul Xhelal. Mbështetja nuk është pengues as i punës, as i përparimit. Për fat të keq, mos kuptimi i lidhjes mes mbështetjes tek Zoti dhe punës në botën islame her pas here është bërë problem. Mentaliteti i tërheqjes me një anë dhe i lënies Allahut gjëra që duhet bërë vet, duke lënë punën dhe kapjen pas shkaqeve duke thënë çka ka thënë Allahu do të bëhet, është një mentalitet i gabuar i mbështetjes e cilën feja jon nuk e miraton. Nëse sqaronim me një shembull mbështetjen me mend, të kujdesshme dhe preventive, ai që do të marrë prodhim të mirë prej tokës, më parë duhet ta levrojë mirë atë, të mbjell farën, t'i hedh pleun dhe nëse duhet ta ujis. Pasi të marrë çdo mas edhe ndaj gjërave, mund ta dëmtojnë prodhimin, që mbetet tjetër duhet i mbështetet atij, Allahu dhe të ketë besim tek ai. Sepse ai tashmë ka bërë çka ka pasur në dorë për të marrë prodhimin nga toka. Që toka të jap prodhimin, tashmë do t'i mbështetet e do t'i besoj Allahut dhe përfundimin do ta presë vetëm prej tij. Në fenë tonë, nuk ekziston një mentalitet e arritjes së suksesit pa përpjekje, i pritjes prej Allahut pa lëvizur dhe i ngarkimit të punëve Allahut, duke menduar se në këtë mënyrë e ka lënë Allahun si kujdestar të punëve të tua. Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam, kur u hodh në zjarr, ai u mbështet Zotit të tij me lutjet më të mira dhe tha: Hasbunallah ve ni'mel vekil, Allahu na mjafton, sa mbështetës i mirë është ai. Mesazhi në mbështetjen tek Allahu Dhul Xhelal, duke filluar prej të vetvetja ime deri te të tjerët, se ne duhet të mbështetemi tek Allahu Dhul Xhelal pa kur një farë derti ose pa kur një farë kompromisi. Në qoftë se duam që ndihma e Allahut gjithmonë të jetë me ne, atëherë duhet punës tonë t'ja bashkangjesim edhe mbështetjen tek Allahut, nga se edhe në qoftë se duam të mundohemi që të gjejmë mbështetje tjetër, nuk kemi me arrit, nga se mbështetje në Allahun Dhul Xhelal është kulminacion i çdo mbështetje. Dhe unë kisha dhënë një mesazh që të gjithë besimtarët, të gjithë njerëzit pa marrë parasysh, duhet të mbështeten te krijuesi absolut, që është Allahu Dhul Xhelal, që ai ua hek gjitha mërzit dhe gjitha gajlet e kësaj bote dhe botës tjetër. Lusim Allahun Dhul Xhelal që Allahu të jetë razi me fjalët e tona. Inshallah këto fjalë të cilit i kemi thonë, fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit alayhis salam, inshallah të jenë në dobi të besimtarëve. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Prandaj çdo besimtar, duke qenë i vetëdijshëm se ngjarjet ndodhin dhe përfundojnë brenda kuadrit të ligjeve dhe rregullave hyjnore, do të ketë besim se Allah i Madhërisëm do të jap atë që është e dobishme për të dhe do ta mbrojë nga ajo që është e dëmshme, si dhe ti mbështetet atij. Nuk duhet të harrojmë se Allah i përjetshëm, i cili di çdo gjë dhe është i plotfuqishëm, kur nuk e le vetëm robën e tij që i mbështetet dhe i beson atij.